Ka dhe një vlerësim të asaj çfarë ti ke menduar, vetëm që e ke menduar, mirë apo keq, Edhe nëse se ke... edhe për ajo me fjalë të konsiderohet ty, të futet në peshore, vetëm të menduarit. Pra ne e fillojmë misionin ton, atë fidanin, menaxhimin e fidanit, do ta mbjellim apo s'do ta mbjellim, e fillojmë që nga mënyra e të menduarit. Mi po, pikërisht kjo mënyra e të menduarit, ka bërë që në ligjërimin ton, në të folurin ton të përditshme, nëse e ke konstatuar të futen shprehje që zakonisht janë të prirura drejt konstatimit. Dhe njerëzit kanë filluar, dhe kjo është pjesë e investimit në humbjen, në vrasjen e shpresës, njerëzit kanë filluar të dashurohen mbas konstatimit. Pra, të konstatosh, edhe madje ka një krenari, unë habitem se ku është qefi, kënaqësia, po, dakor, mund të konstatosh, është shumë e lehtë të konstatosh i gjë, thush, shiko, po bën pak vap. Po, bën vap. Bën vap. Kjo është thjesht një konstatim. Po, shoqëria shqiptare se këtu e keqja, se ka kështu, ka ashtu, po, ekzistojnë. Të lutem, kush është zgjidhja? A mundesh? Ti japi një zgjidhje të thuash, unë kam një recetë. Pastaj, sa vlen receta jote, a është e drejtë, a është e mirë, është përpunuar mirë, kjo është gjë tjetër. Kujt i duhet konstatimi? Po e shikojmë, po dakord. A është kjo një mënyrë e gabuar dhe është kjo mos mbjellje fidani? Absolutisht. Duke huazuar mos mbjellje. Pra ti e ke lënë fidanin dhe ja ka mbathur aty, dhe fjalë dhe je bërë një pengues i ecjes së jetës përpara dhe i ndryshimit gjendjes. Se s'ke mbjell fidanin. Absolutisht.